Policia financiare ka njoftuar se ka dorëzuar kallëzim penal kundër 8 personave, ish funksionar dhe punionës të komunës së Sarajit dhe qytetit të Shkupit, si dhe ndaj një inxhinieri mbikëqyrës, të cilët dyshohen për keqpërdorim të pozitës dhe autorizim zyrtar, moskujdesit në punë dhe për falsifikim ose shkatrimit të librave zyrtar. Në mesin e të denoncuarve është edhe ish kryetari i komunës, aktualisht deputeti BDI-s Blerim Bexheti. Ekzistojnë dyshime se personat e akuzuar të punësuar në komunën e Sarajit, edhe pse ishin të vetëdijshëm që për parcelën kadastrale KP 10.405/6 KO Saraj nuk ekzistonte një plan i detajuar urbanistik. Duke të kaluar autorizimet e tyre zyrtare, hartuan dhe miratuan një kopje të planit dhe leje ndërtimi me përmbajtje të pasakt, si dhe llogaritje për kompensim të tokës ndërtimore, në kundërshtim me ligjin. Ndërkohë, inxhinieri mbikëqyrës kreu kontroll teknik të objektit dhe përgatiti raport përfundimtar me përmbajtje të pasakt. Ndërkohë, siç arrin nga Policia Financiare, inxhinieri mbikëqyrës ka kryer kontroll teknik të objektit dhe ka përgatitur raport përfundimtar me përmbajtje të pasakt. Në këtë mënyrë, shtojnë se personat e akuzuar, duke abuzuar me pozitat dhe autorizimet e tyre zyrtare dhe duke vepruar me pakujdesi në detyrat e tyre, i mundësuan subjektit juridik Azra Idris Doel fshati Gullmov Shkup Saraj të përfitojë të mira materiale në mënyrë të palishme në vlerë prej 108.638.840 denar.